i pa lotshëm për gjithë këto vite dhe një figurë e njëjtë, ai nuk plakët kurrë. Njihet për aftësinë e tij troll, me kap thelbin e një momenti edhe me shndru atë në art. Ka një karrierë prej ma shumë se 2 dekada. Nuk është në listat e partive politike, që ti ta dim ku jemi. Ndoshta, se një s'ka dal, halo. Është Norik Uka, fotograf, regjisor dhe artist pamor i mirënjohur. I lindur me 23 maj 84, ai ka studiu marketing dhe design grafik në Universitetin Amerikan, ndërsa për herë të parë mori një kamerë në dorë qysh në moshën 17 vjeçare. Në vitin 2003, bashkë themeloi studion e tij të parë duke siguru shpejt klient edhe ndërkombëtar të nivelit të lartë. Noriku është kudo, prej reklamave komerciale e deri te ngjarjet më prestigjioze. Rreth vitit 2013, ai boni revolucion në industrinë e fotografisë dasmave në Kosovë. Filozofia e Norikut qëndron te autoriteti i imazhit. Ai e ka bazën në Prishtinë dhe aktualisht udhëheq projekte të mëdha si dhe mentoron gjenerata të re artistësh vizual. Sot, Norik Uka vjen në një rrëfim ndryshe për dëgjuesit e emisionit Radar. E ftoj në studio. Noriku, ndryshe dalin fotografit kur bën të Noriku dhe Noriku ka pas një strategji aq të mirë sa ashtu që shë thash ndroi komplet sistemin se si funksionante ky profesion juaj. Kur dole ti ndryshoi gjithçka, Norik mirë se erdhe. Mirë se erdheta. Si je? Super, e pash një super energji që më të apo këtu të fshim për para energjia. Që shto e kam edhe në nzyri, për isha stafin, e kanë luk, po më pëlqej që pesha dhe në duka gjenë. Norik, si dhe më së radore. A është vështirë me qëndru kështu 2 dekada dhe prap me qenë top? Është shumë vështirë, se me qenë altë është letë, shpejt po rritë njerëzit, po mandej duhet me majtë. Me majtë është problem. Po. Noriku shumë pak ka folë për vetën, për shkollat që ka kry, ka folë vetëm se është fotografi mirë, po ai nuk u bë rastisht, apo? Jo, rastisht. Si u bë? Shkollimi është baza, po mandej është qyshe për cilë shkollimin, sa ke ndëgjun qatë shkollim kër i ke pas. E përmende Universitetin Amerikan, po edhe hajrin ja kum pa shumë edhe kolegjit me Metakif, atëherë tash ndu këtë është ICP, po aty kemi marrë bazën e parë. Jom gjenerata pare me Metakifit, gjenerata pare në Universitetin Amerikan. Edhe na kemi qenë si eksperiment sociali të 2 universiteteve, për shkak se në të 2 universitet, në të 2 shkollat, kanë bo shumë teste, derisa kanë bo kurikulume nëse programet e ndryshme, kështu që ka qenë diçka shumë e bukur gjatë kohës kur kemi qenë të studiu, po gjithmonë po druman, shpit vjetra. Universiteti Amerikan sot që është, më thonë, unë na henes vitin e 3 kemi përjetu që shdohet, se halatu punu mjeshtrit, halatu, edhe njëjtë ka qime me Metakifin. E pas këtë ndërtu shkollën, po ju dhatë pas taj një shembull të mirë, se mirë atësën të dyja. Po, kemi pas kohën e hajrit. Që shkove në studiot ndërkombëtare? Me universitet, kur kom qenë Universitetin Amerikan, dhe me thonë, aty ka pas hera parë që është përmen fjalla marketing kështu në shkollës, se vitin 2003, me njerë mas luftës mund dëgju fjalla qka është marketingu e krejt ka qenë për Kosovart, pak e pa njuku. Për neve që kemi jetu këtu. Edhe mandej ka qenë e letë se profesorat amerikane kanë pasë një farë energjie që t'jepshin vetë besim. Edhe mandej të bëjshin me punu, dhe mandej kemi fillu me punu me kompani ndryshme, do më thonë, kur kemi punu për ertë parë me Coca-Colën, për ty ka qenë arritje e madhe, kemi punu me shumë institucione edhe kosovare që kanë bo transformime, kemi punu me shumë brende, logot cilave së di hala për dorën, do më thonë, jam kriju si shumë brendeve që sot i hajme i pim. E ka qeni hala knashat. Ti e shihje qëfar
të ndodhte për momentin apo ti veç punoje? Sa deshe që ato kanë qenë projektet mëdha për ty? Nuk jemi mujt me vrejt, për shkak se kemi konë të unë me punu, edhe ka qenë e vështirë se one njëkohësisht para dite kom punu, mas dite Universiteti Amerikan ka qenë prej 4-ve, kështu që ditën punon, natën studio këtheu, ka qenë një sfide madhe, po sa tash kur reflektoj është që mos kish qenë që sfida sot si ndërtu në Riko dhe studio në Rikuka. Cilat studio ishin ato? Të Hollywoodit, për çka bëhet fjalë? Jo, tani jemi të punu për Hollywoodin. Tash po punon për Hollywoodin. Jemi të punu është ardhë një studio që quhet Catalyst, është një organizatë jo qeveritare, edhe i kom hapë dyrë, do më thonë trajnimet po bëhen te unë. Jam producent të ndryshëm të filmave, të cilët janë të i po trajnimi për shkak se rregulla e Hollywoodit është që nëse doni me punu me Hollywoodin, doni mu trajnu prej Hollywoodit. Andaj, jënë të japë mësem, me siguri me 6 dhe 7 qershor prap, kisha inkuraju gjithë rrit me lyp Catalyst ose Catalyst Kosova, e jemi të e bo shirë të ankonte në Rikuka. Ata vinë prej Hollywoodit? Janë me biografi krejt, profesora të ndryshëm, të industrive ndryshme jënë të imësu, diçka që nuk është mësu Kosova me pa ma hirë, dhe më thonë, Akademia Evropiane ose kjo shkollave tona është pak ma ndryshe prej Amerikanve, ata janë edhe në Tiranë edhe në Kosovë. Kush mundet me apliku? Cili profesion është? Gjithë interesumt. Të gjithë? Po, kush flet anglisht, që e den anglishtën mirë, atëherë ko me pas shumë letë me ardhme ndëgju, po spjegojnë dizajnin e filmit, aktrimin, po spjegojnë regjin, po spjegojnë dritën, po spjegojnë gjithë. Po spjegojnë dritën, po spjegojnë gjitha. Kështu që është diçka shumë e madhe që ka me ardhme me siguri shumë shpejt Kosovë, edhe shumë shpejt shumë filma kanë realizu në Kosovë. Kjo është edhe plani, kështu që unë e kom ardhë me buftes gjithve që me thonë që le të provojnë shansën, të interesuar ka, po... E ku më ula imru në Rik, një adres? Në Catalyst Kosova. Qa ty më ula imru? Të gjitha trajnimet mbahen të vendyt, a i gjitha i vend studio e madhe se e pash para disa ditësh super e madhe. Mosh? Ska mosha? Jo, nuk është e dedikume mosha. Une do na me pa dhe një herë jemi të eri për pilu që është kemi mi nda klasat, po me 6 edhe 7 qershor me sigurit të interesu mundër me arë pa pik probleme edhe me mësu prej shumë profesionistëve që kam punu. A është me pages? Duke që është simbolike diçka pagesa, vetëm sa për shpenzime, mirë po çka merr shumë. Edhe e mira është që mandej këta kanë me qenë që katalisti që kur vjen, do më thonë, kur vijnë produksionit, e kanë listën e emrave të njerëzve të përgatitur për katalistit. Po në Riku në CV-n e ti, çfarë trajnime ka kry? Në Riku është... Se s'ke fol kur për marrëdhënie me publikun, se ke kry shumë trajnime në Riku. Universiteti Amerikan, gjeneratën e pare ka përgatit, kemi pas lanë ndryshme. Do më thonë, kanë qenë matë dendona dhe kemi mësu shumë a shumë se tash gjenerata tjera, se tash i kanë specifiku. Do më thonë, e ki 2 vjetë generale, mandin e ki shumë specifikume. Neve na kanë gjujtë ma shumë material, kemi pas ma shumë, se janë pregadit për me ubosit i bune shako që the për politik, po edhe ka pregadit shumë politolog që kanë dalë për Universitetin Amerikan. Unë për vete nuk e kom dasht ato, kur preja Universitetin Amerikan kanë dalë edhe shumë artista tjerë, ki plët artista së në Kosovë që veprojnë edhe në shumë sukses shumë biznes, për shkak se e kanë mësu menagjementin, e kanë mësu projekt menagjementin, kanë mësu si me nda gjanat. Arsyeja pse po të pyes është se edhe ky trajnimi që do të mbahet, është ndoshta në Riku dhe gjenerata juaj duhet jetë një shembull që ju si thatë jo asnjë lloj trajnimi, se për natë kohë pse mos më ushqy. Po. Edhe sjell një rezultat si sot ku jeni ju me gjithë këtë studio, me gjithë këtë punë dhe i njohur ndërkombëtarisht. Po. Puna për me qenë i njohur ndërkombëtarisht duhet me punu, do të thonë me studiu shumë. Sepse për shot rritësët e ka një orar të punës, në ora 4 janë nisin me këqyrë orën që është në 5 me shku në shpe. Unë e menaj që mas punës, sfida që i ke pas punë, do shmi studiu, sa hup ko me dalë shumë kafeve dhe me dalë me bogjana tjera, është ma mirë me studiu mas dite me pa se ku ki mungesa edhe që shmi përmirësu. E ku ke qenë herën e parë kur ke fotografu? Universiteti Amerikan tur themelu i ka marrë edhe shumë studentat i ka shti me, do më thonë ashti ke me qenë pjesë e Universiteti Amerikan, kom qenë pjesë dhe brendit RIT, do më thonë të e themelu e të e bo. Edhe tash... Shkrepja parë, për kë ishte? Shkrepja parë me studentat tonë aty, do më thonë fakultet, edhe kemi fillu me i boteset e para, edhe pash që kom nevoj... E pas universitetit, puna jote e parë? Puna jam e parë... Me kë ishte?
një shok imi, Iliri Tauti, i cili sot është drejtor në Abu Dhabi në aeroport Control Tower, edhe kish mu martu. Edhe po më thirë, tha, hajde në ndarësën, të kush kom ti bu fotot, tha i ko marrë një 2 djemë 3, edhe smujta më dok që asisëm ka pas në zonë gjume, edhe më qumë në gjeze ko marrë aparatin, edhe ja ku mbu disa foto në parados, mësë edhe më ndi dhe ndarësëm pak, sa ku mujtë me shkrep, se kemi qenë shoqënia të shkollës fillore, edhe më ndi gjithë, ja fillun me më lype, me më thune, pse s'po fotografone, qka e të bu, po fotografia në atë ku ka qenë shumë e vlerësume, po jo e vlerësume edhe monetikisht, më thonë, nuk kam pas qef me pagu fotografin, ka qenë si profesion i vdikun. Edhe më ndi nga dal e pri kërkesës, sidomos unë gjithmonë thëmë Facebookut na Kosovar do mi e pare, edhe pse janë të jep tash me marketing, me media sociale fillan ajo që njerëzit e lypin me qenë ma bukur prezent. Norek, a ka figura, për du me këthy kontra bisedin, a pat figura që ti i fotografove dhe suksesi i tëne eci bukur mirë pas asaj fotoje? Se sot marketingu është imazhi. Plot raste ka që e bojmë... A janë mirë njohës? Disa po, disa dhe nuk e vrin ku e kanë, dhe më thonë, piknisin, për shkak se nështë janë të ndodhë shumë gjona për një herë dhe tash nuk dim për mjanë gjitë ku është fati. Ku është sot fotografia përballë inteligencës artificiale, ose sa e ke integru ti? Na e kemi integru momentalisht vetëm te postproduksioni, do më thonë te editimi, te largimi i prapavijave të padëshirume, se prap Kosovë shumë kom qef me pa, është shumë e bukur, po rrugt i kemi ende të papastra, s'po punojmë shumë edhe s'kemi shumë gjelbrem. E kështu që qëto pak duhet me vendosa. Kryetari i tritë komunës do të mja buqë detyrën kryesore. Për bez po pas shkarkimeve së është pak i zen. Po. Po shoh që shumë pyetje kam bo për ty, për karrierën tënde, po kjo qenë ka e mira, ka diçka që ndron ta fotografosh? Po. Kom qef me fotografu Angelina Jolie. E kom pas se akture kështu. It's po din. Edhe... A e ke aminin e krenarës? Be siguri po, se tash nuk besoj që Me siguri po. Me thonë Kylie Jenner në shtatucët. Okej. Dasmat e famshmet Norikut. Sot, Norik, ti ke punu në dasma, ke bo fotografi, po ti sot ke edhe kolegë, ke një kompani për te i fotografisë që bën edhe gjirimin, edhe i publikon ato në përjetës sociale, dhe u bo trendi Noriku me qenë në dasëm, se ne po i shojmë dasmat e huja te Norik Uka, dasmat e bukra. Ti a ke shia qysh që i kap gjitha ato gra zonja vetëm të bukra në për video? Jo, na kemi faten se ne gjithmonë thamë që jemi prej popujve më të bukur në Evropë, edhe për me kemi ftyra shumë të bukra, se kara përveç Australia dhe Kanada që s'kom qenë, ende s'ka shtet botë që s'kom qenë, edhe kështu që kur vjen Kosovë prej aeroportit e poshtë, më thonë shef, vajzat edhe mashkujt tonë janë shumë të bukur, janë shumë poshtë. A ke pas rast kur komentet kanë kërku me t'i fshi, ose videon me fshi, ose... Zakonisht tash që e din që ne postojmë, zakonisht në afro dikush unë nuk mundem me qenë se të prezent, se kom, kështu që a mundesh mos me postu, edhe na e mësojmë ftyrën edhe nuk e postojmë fare. Okej, a mirë një vesh para marrëveshjes, a më postua ose jo? Po, edhe zakonisht e kemi me aprovimin e qiftit. E që shka mundësi që njëjtën kohë, dasma të ndodh video dalin, sa veta punojnë për këtë? Jemi 10 deri 11 veta ekip brenda ditës kur e bëjmë këto, do më thëmë brenda ahingot, kështu që kemi krejt me live montaż, me krejt i bëjmë, si ju që ka po bëne sot, që ato të njëjtën e kemi marrë me vete. Edhe dalin, okej. Po dikush që është hidhru, se pa fare, se kape? Kemi edhe asi raste, po ideja është që na mundohemi me kap energjinë e dasmës, ose eventit, për shkak se edhe shumë evente po bojmë. Edhe njerëzit që janë ma pasiv edhe nuk dalin mirë, do me thonë, mundohem zakonisht i lypim njerëzit, personazhe që janë ma energjik, që me pas ndjenjen që jenë darsëm. Për shkak se shumë raste edhe nuk mlin me qenë ose në event, edhe mandej na mundohemi me bo që ato që eventi mu duk që je aty të e pa, edhe që ajo mandi po ka sukses, sepse veç me bod një njeri të kërcy është ndryshe se nëse ja kap dhe emocionin. Norik, ti jo vetëm që shkove edhe mbajte, shkove në maj edhe mbajte, por ti po vazhdon e po zhvillosh dhe ndjek trendin, a ki dikon që konsultosh, se nëse shojmë historinë tënde, ti ke qenë me fotograf, pastaj shkove në studio të ndryshme të botës, pastaj kape elitën e figurave dhe tona publike, fotografove dhe shefin ton, se kishte fotografu kur kërkush,
Pastaj video tash me rrjetet sociale, videot tuaja bëhen viral. Dhe kjo është një zhvillim. Po. Nuk je në një vend. Ke dikon që konsultohesh me të apo Fatkeqësisht dje po tani ta kemi një shok tamë, thash në çet punë jam jetem. Nuk e kam kërkan. Është vështirë mu konsultu me dikon për shkak se kur jetu kriju trend, dush me mu konsultu vetëm se çka po sheh online, çka po domethënë çka po perceptojnë tjerë, çka po shohin, çka po pëlqejnë. Edhe pse shihet tona ballkanike me shihen evropiane dallon shumë, po fati i madh tash kanë filluar çiftet me lyp tamam artin, kur kanë filluar me fotografun kanë bërë shumë fotografi, ndoshta çifti ka qenë shumë i vogël ose personi ka qenë shumë i vogël, ka qenë natyra, nuk e kanë dashur, tash pedojnë që ato që i thonë aesthetic. Estetik. Do me thonë nuk ke konsult me askën dhe bën që shëndjen. Që shëndjej, po. Dasma që më ka shqetësu shumë me komentet që i mori në fakt në Rik Uka, po për dasmen e nipit Ramush Haradinajt, komentet ishin nuk kisha dasht me mendu që ne jemi të tillë, edhe nuk du me mendu, konsideroj që është një komunitet i vogël që ekziston në krejt botën, por jo ne ata, edhe mshme se si ofendohen njerëz në një dasëm prej qoshëve të shtëpiave, se kom diskutu fare në emision, po me qenë se të kisha këtu. Çfarë ndodhi? Mu ma dërgun, do me thonë isha në atit isha në Shqipni fjerë, sepse i kemi pas fjerë, Kosovë fjerë. Edhe ma dërgun për mi 100 mesazhe brenda 1 sekunde, se po ketu bo lajmë. Edhe për mu... Po, u bën lajmë. Unë e mendoj që nuk ka lajmë të keq, ka gjithë lajmë, marketing të keq, po të flas. Vjen keq, po unë i thash gjithmonë gjithëve, i thash këto e ka bon një anti-shqiptar. Sepse një shqiptar i vërtet nuk e bën këto. Kështu që kushdo që e ka bë, kjo është një anti-shqiptar i cili nuk e don Kosovën, nuk ja don të mirën Kosovës. Edhe nuk e kom lodh shumë kokën për shkak se po kemi shumë sulme prej miqve ton që i kemi për rreth. Mos barazohemi. Po mendoj që rezultati... S'kishe një mesazh prej Haradinajve fshi komentet? Jo, asnjëse. I kom largu disa që kanë qenë shumë abuzive, po fatmirësisht e kemi përgatitur edhe algoritmin ton që i fshin automatikisht vetë. Super. Çdo dhjetora ja bën një... A është në Rik Uka edhe për njerëz të rëndom, të thjesht, jo publik? Unë çashtu kom filluar edhe çashtu vazhdoj. Në studio me shkruajt në Instagram, me mu lajmëru. Aty në Instagram mund të caktoj një termin për fotografi familjare ose për dasmat e veta hinxhet që i kanë kërcëzuar. Edhe për projekte tjera, do të thonë na jemi për mi zgjidh gjitha. Po tash nuk mrim edhe krejt me i bo për njëherë, se po ka data që po janë shumë të kërkume. Ja je busy këtë vit? Mashallah. Mashallah, në Rik Uka! Në Riku është fantastik, i njëjti si para shumë viteve, i njëjti sot, suksesi ti as pak nuk e ka arrit këtë mendje madhësinë e njerëzve që e marrin malin, ndaj ecë për tej kolegëve të vetë është sot kaq i suksesshëm, pa fund suksese në Rik, i bën shumë të fala krenarës, që po ashtu është ndërmarrë se sot e udhëheq me IBCNL që është prej bizneseve lidere në vendin tonë, edhe për te i kufive me gjitha ato organizime, trajnime që i bën masiv me nxënësa. Kështu ju të dy e keni plotësuar një tjetrin, por në profile të ndryshme, besoj jeni krah. E përkrani shumë njëri tjetrin. Tash kemi tankohën, domethënë diskutimit të na shpe përveç dy djelmushave simpatik që i kemi. Mandej pjesa tjetër është puna, domethënë çka më po, çka mos më po. Krenaria po bëhet franchise shumë shpejt, edhe sa mirë. Po, dhe mandej po vazhdon me biznise tjera. Dhe ajo është pjesë ka qenë në studi universitet amerikan. Kjo po tregon që ato e ki Arbër Bytyqin, e ki Dafinan e Zirin, e ki Leotrimin që është intermedia. Do të thonë ka shumë që kanë dalë për te kufive. Që kanë dalë për te kufive dhe që kanë arrit shumë. Kështu që kjo është kur vjen një universitet i mirëfillt, krijon kuadrat mirëfillta, dhe kështu që Kosova tash mendoj që ka mjaftuar. Edhe të rrit guximshëm në Rik, faleminderit shumë, kemi dalë 8 minuta, ju kërkoj shumë ndjes. Faleminderit shumë ekipës, faleminderit shumë në Rik Ukës.